To është shumë rëndësishëm sot, Luçi. Po. Si ndjen? Ndjem emocionuar, sepse ku ishte ndeshja në qytetin tim, ishte në qytetin ku unë jam rrit. Edhe më thënë drejtë isha pak në siklet, si mund ta quaj. Gjithsesi erdhëm i 3 pikësh, cila ndihmoi ekipin tim. Edhe jam i lumtur për atë që morëm për ekipin. Ku të dedikoni trofeun fitare ndeshjes? Trofeun e dedikoj familjes time dhe vajzës time. Ndeshje rave se keni Me Dinamo. me Dinamo, si e prisni, synoni të bëni sëri surprizë? Neve gjithmonë mundohemi që të marrim më të mirën, edhe kur hym për pa presion, hym që të marrim diçka me ekipe që kanë objektiva të tjera, ne kemi objektiva të tjera, edhe me Dinamo do kërkojmë të njëjtën gjë, që të marrim maksimumin, sepse për ne çdo pikë është shumë e vlefshme, sepse në fund pastaj dihet që shtrëngohen në ekipet dhe jetë më e vështirë për të marrën e 3 pikëve. Jeni të kënaqur me teatrin të Vorës në javën e parë? Me thënë drejtën, jam shumë i kënaqur sepse kemi bërë fitore shumë të mira me ekipe, kemi zhvilluar dhe ndeshje shumë të mira, të cilët ju i keni parë, po gjithë publiku e ka parë, kështu që shpresoj që të vazhdojmë kështu. Jemi ekipi i vogël, po me zemër shumë të madhe, si mund ta them. Sa mund ndikoj moralisht kjo fitore për historinë e Vorës? Besoj se do ndikoj shumë, sepse ne vishim mas 2 humbjesh, edhe ne sot ishim shumë të kënaqur edhe me 1 pikë, por Zoti, si të them, cilësitë erdhën gjëra që ne të marrim 3 pikë dhe ishte shumë e rëndësishme për ne, për të ardhmen. Shpresoj se ti do të